Ngjyrat e flamurit sot kanë stolisur çdo vend banim shqiptar për të shënuar kështu festën e 28 nëntorit. Me një program të begat kulturor-artistik, edhe shkolla Mehmet Deralla e fshatit Gradec i është bashkangjitur festës mbar kombëtare, duke risjell momente të kyçe të kësaj date të gdhendur në historinë shqiptare si një shtyllë e fuqishme e identitetit tonë si popull. Shqipëri, unë jam krenar për ty, bazaras të mi. Gjithmonë planet të tjerë do t'i ndjej, një fe, një gjuhë, një Shqipëri. Ky manifestim madhështor u ndoq nga afër nga prindër, nxënës e mësimdhënës. Me një fjalim përshëndetës para të pranishmëve doli edhe drejtori i shkollës Bekim Bajrami, i cili solli momentet kryesore që e karakterizojnë nëntorin e krenarisë së shqiptarëve. Flamuri i kuqezi është simboli i krenarisë, unitetit dhe sakrificës. Le ta mbajmë atë gjithmonë të pastër, si në zemrat tona, ashtu edhe në veprat tona. Sot kemi nderin të jemi së bashku për të përkujtuar dhe festuar një nga ngjarjet më madhore të historisë sonë kombëtare, 28 nëntorin, ditën e flamurit dhe të pavarësisë së Shqipërisë. Si një udhtim në kohë dhe freskimi i memorjes me zhvillimet e 28 nëntorit, ishte referati kryesor dedikuar kësaj ngjarje madhore, i cili përtej kontributit të parëve për gjuhë e për flamur, është edhe një amanet për breza që vinë që t'i ruajnë këto vlera e t'i kultivojnë për të mos i kapluar pluhuri i harresës. Festa e flamurit kombëtar është ditë krenarie e nderimi për të gjithë sakrifikuesit e shqiptarisë. Andaj, le të na shërbesi një moment reflektimi e nderimi për të gjithë dëshmorët dhe martirët e kohët, ata të cilët u bën dritë në rrugën e projektimit të saktë sonë më të ndryshme. Në këtë fest, ta pyesim veten për atë se sa kemi bërë dhe çka duhet të bëjmë për këtë kohë. Kujtojmë se muaji nëntor as pak nuk është i zakonshëm për shqiptarët. Është muaj në të cilin gërshetohen një varg ngjarjesh me karakter historik, të cilat kanë lënë gjurmë në historinë kombëtare dhe janë ngulitur thellë në vetëdijen e shqiptarëve. Fillojnë me 22 nëntor, pra në ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, për t'u kurorzuar me ditën më të madhe të identitetit shqiptar, atë të 28 nëntorit, ditës së flamurit dhe pavarësisë së shtetit shqiptar.